Me mjet të mbret dyshohet se 34 vjeçari fillimisht e lëndoi bashkëshortën e tij 30 vjeçare e më pas e goditi për vdekje edhe veten brenda një objekti në rrugën B në kryeqytet. Versionin për krimin që ndodhi mesditën e së premtes, policia e dha tek të shtunën. I dyshuari mashkull kosovar dyshohet se fillimisht ka therrur me thik bashkëshortën e tij dhe më pas ka goditur veten. Në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitë policore si dhe njësia e emergjencës ku kanë konstatuar vdekjen e tij. Me vendim të prokurorit, trupi i pajet është dërguar në IML për obduksion. Krahas këtij krimi, edhe 7 të tjera brenda familjes janë raportuar përgjatë 24 orësh nga policia. Në mëngjesin e së shtunës, sipas policisë, një 19 vjeçar dyshohet se ka plagosur motrën e tij 25 vjeçare në komunën e Ferizajt. Motivet nuk janë bërë të njohura, ndërkaq i dyshuari është arrestuar. Pas një veprimi të shpejt policori, dyshuari është lokalizuar dhe arrestuar. Viktima pas ndihmës së parë në emergjencën e Ferizajt është dërguar për trajtim të mëtejshëm mjekësor në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës në Prishtinë dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetë. Në vendin e ngjarjes janë kryer të gjitha veprimet hetimore, ndërsa është sekuestruar edhe arma e zjarrit, me të cilën dyshohet se është kryer vepra. E në raportin 24 orësh të policisë janë listuar 6 raste të dhunës ndaj grave në qytete të ndryshme. Bazuar në informatat zyrtare, dhuna është ushtruar nga bashkëshortët ose ish-bashkëshortët e viktimave. Eksperti i sigurisë Arbenda Shevci i konsideron alarmuese këto akte dhe thotë se institucionet përgjegjëse duhet të veprojnë me urgjencë. Gjithsesi se të hartojnë një strategji të përbashkët, të gjithë së bashku që të gjendet më në fund shkaku se pse po vije deri te këto ngjarje, ku këto ngjarje domethënë shkaktojnë shqetësim, shkaktojnë probleme, sepse po ndodhin domethënë çdo ditë dhe janë të papranueshme në Republikën e Kosovës, duke pas parasysh që të gjitha institucionet i ketë të konsoliduara. Edhe të martën ka ndodhur një krim me fatalitet brenda një familjeje në Prizren. Një 15 vjeçare ka mbetur e vdekur nga plagët që janë shkaktuar me thik në banesën ku jetonin, kurse motra e saj 10 vjeçe është plagosur. Sipas policisë, i dyshuari për kryerjen e krimit është babai i tyre 44 vjeçar, i cili ka shtetësi të Turqisë, por që prej 6 muajsh është vendosur në Kosovë.